Që se po thonë pastaj se gazetarët nuk i mbajnë premtimet. Ajo që ju kam njoftuar para ca ditësh tani edhe ka ndodhur. Qeveria gjermane ka miratuar projektligjin për konfiskimin e pasurive të dyshimta që paraqet një hap shumë të madh në luftën kundër krimit financiar dhe krimit të organizuar. Me projektligjin e miratuar në qeveri me 12 gusht 2026, doganat gjermane do të kenë kompetenca shumë të mëdha veprimi kundër krimit të organizuar dhe krimit financiar. Por, projektligji natyrisht duhet të miratohet edhe në Bundestag para se të bëhet ligj dhe të futet në fuqi. Synimi i këtij projektligji është luftimi i krimeve financiare, evitimi i pastrimit të parave, trafikimit të drogës dhe luftimi i strukturave të bandave dhe klaneve. Kështu thuhet në projektligj. Dogana që në gjermanisht njihet edhe si Zollbehörde do të ketë drejtën në të ardhmen të konfiskoj pasurit me prejardhje të dyshimta për të cilat nuk ekzistojnë dëshmi se ku dhe si janë blerë. Më konkretisht, dogana do të jenë në gjendje pra të sekuestrojnë asete me origjinë të dyshimt, si për shembull, makina të shtrenjta, ari, orë të shtrenjta e tjerë derisa të ofrohen dëshmitë e caktuara. Për më tepër, dogana do të jenë në gjendje edhe të monitorojnë më mirë transferta digjitale ndërkufitare dhe të sekuestrojnë edhe asete të kriptovalutave. Për të luftuar në mënyrë më efikase pastrimin ndërkombëtar të parave, Njësia e Inteligjencës Financiare, shkurt quhet FIU, do të bashkëpunojë ngusht edhe me autoritetet e landeve në Gjermani dhe do të zgjerojë kompetencat e veta. Doganat do të mund të përdorin teknologji moderne, si për shembull inteligjencën artificiale, e cila gjithnjë më shumë po futet në të gjitha porët e shoqërisë, pastaj të dhënat për krahasimin e të dhënave biometrike e do të ketë drejt të përdor edhe dron në luftimin e krimeve financiare dhe të tjera. Do të zgjerohen edhe kompetencat e drejtorisë së përgjithshme të doganave për verifikimin e identitetit, kërkimin dhe analizën e të dhënave. Por, kujdes! Përveç krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, doganat do të forcojnë aktivitetet edhe në zbulimin dhe luftimin e punës në të zezë. Kështu thuhet në këtë projektligj, e me këtë projektligj do të bëhen ndryshime të mëdha edhe brenda vetë strukturave të doganave dhe organeve që merren me luftimin e krimit financiar dhe krimit të organizuar. Ky plan është zhvilluar bashkërisht nga Ministria Federale e Financave, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Drejtësisë. Mund të thuhet pra që është një projektligj goxha gjithëpërfshirës. Projektligji duhet të miratohet natyrisht edhe në Bundestag, siç e thash, para se të futet në fuqi. Nëse doni, shpërndajeni këtë video dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse kështu ju vijnë informacionet në kohën e duhur. Ndërsa unë ju falenderoj shumë që jeni me mua dhe mirupafshim.